Situata aktualisht është një pikë kritike, sepse prurjet janë në nivelin 8.6 metra. Por në orën e vazhdim ne shpresojmë që do të ketë një ulje të sasisë, duke llogaritur që pjesa e jugut, që është pjesa që sjell prurjet e ujit në këtë nivel, ka një stabilitet prurjesh atje. Dhe kjo do të pasqyrohet gati në një ardhmë kohë për 12 orësh. Ka patur dëme, ka patur evakuime, pak deri në këto momente? Kemi në një zonë risku 6 familje që në rast se do të kaloj kjo pikë më shumë se 8.6 do të evakuohen, por deri tash janë 13 familje të cilat kanë qenë të gatshme të largohen nga zona që mund të paraqiste risk në mënyrë që mos t'i evakuonim në një situatë më emergjente. Do të erdhën bashkë, por bashkëpunim me policisë. Po që prej orëve të parë të mëngjesit. Po dhe strukturat e policisë të drejtorisë vendore janë të gjitha në gatishmëri. Ne kemi vënë dispozion të gjithë mjetet e policisë me kalueshmëri të lartë dhe në rast nevoje për të evakuuar banorët për zonat që do paraqesin risk, strukturat e policisë në bashkëpunim me gjithë strukturat e emergjencave civile të bashkisë dhe të Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile do të ndërhyjnë ku të jetë nevoja. Jemi duke ndjekur situatën dinamik dhe për çdo nevojë do merren vendimet dhe hapat e duhur. Faleminderit.